Ish kryetari i LDK-s, Isa Mustafa, ka reaguar pas publikimit të raportit të reporterëve pa kufi, ku tregohet se Kosova ka shënuar një rënje drastike në indeksin e lirisë së mediave. Mustafa ka thënë se janë të drejta reagimet dhe brengosjet me këtë rënje të Kosovës në indeksin e lirisë së mediave për 24 vende që i adresohen qeverisë Kurti. Ish kryeministri në postimin e tij ka thënë se qeveria Kurti megjithatë do të vinte në pushtet pa përkrahjen dhe lobimin e shumë mediave, me që sipas tij Kurti u votua nga perceptimi që e kishin krijuar mediat dhe jo se kishte punuar ndonjë gjë. Në vijim, postimi i tij plot i konsideroi të drejta reagimet me brengosjen lidhur me rënjen e indeksit të lirisë së mediave për 24 vende, nga vendi 75 në atë të 99, të cilat i adresohen qeverisë Kurti, e cila dorën në zemër nuk do ta vinte në pushtet pa përkrahjen dhe lobimin e shumë mediave, hera herës, jashtë çdo kriteri etik dhe profesional. Qytetarët votuan për perceptimin që u plotësuan dhe krijuan mediat, jo për rezultatet, sepse ata që fituan mbi 50% të votave e që akoma janë në pushtet, s'kishin ndërtuar asnjë fabrikë, asnjë rrugë, asnjë shkollë, s'kishin sjell asnjë njohje ndërkombëtare, se kishin shliruar Kosovën as me lufte, as me politikë paqësore, vetë se kishin ushtruar kundërshtime me dhunë. Me të njëjtat shprehje edhe në këto zgjedhje disa nga mediat i ndruan tribunat, tani për krah LDK-s, PDK-s, AK-s, jo se kishin dashur ndonjëherë, sidomos LDK-n, por se ju hyri frika nga regjimi autoritar i vetëvendosjes, konsideroi se pak më shumë sjellje profesionale dhe përgjegjësi për fjalën e lirë do të bënte punë që mediat të evitojnë lopatat e politikës. Prandaj nuk hezitoj të them se jo vetëm pushteti i Kurtit e ka dëmtuar fjalën e lirë dhe demokracinë, por ja kanë ndihmuar edhe vetë mediat e veçanta, kur profesionalizmin e kanë zëvendësuar me sindromën e adhuruesve politik. Pasojat i bart Kosova, ka shkruar Isa Mustafa.